Ende të dua, ende shpirti dhem për dikë tjetër, zemra s'pas ka vend. Shumë teksti bukur. Edhe normal që kur një dashuri është e vështirë të kapërcehet ndarja, kështu që vazhdon ta duash edhe me vite ndoshta, atë që nëse e ke dashur tamam. Është e vështirë ta duash dikë, por prap nuk je me atë. E vështirë? E vështirë. E përjetojnë, kur e interpreton, e përjetojnë publiku këtë këngë? Po, patjetër. Të gjithë ato që e gjejnë vetën te kjo këngë e përjetojnë, si jo? A ke ti personat tillë që ende i do për rrugët ju e ndarë? Po? Po, kam. Ke? Okej. Nuk po shkojmë atutje, mund t'jenë të afërm gjithçka. E kush nuk ka? Kënga që e këndove, veç i imi, ato e këndove. Tani kjo veç i imi, apo më duket a shumë protektive, apo e ke thënë kuptimin dashnia, veç i imi, veç këto do t'a du? Nuk e di tani Ilir Berani se ku ka dashur të dalë, po është një këngë shumë e bukur që njerëzit me të vërtet vazhdojnë akoma ta duan, e pam edhe nga zonja që këndonin bashkë me mua dhe i falenderoj shumë, se janë aq të mira. Veçimi, ndoshta është me të vërtet thjesht në një moment që e ke një person të dashur, ti me të vërtet don që të jetë vetëm joti. Si nga femra dhe nga mashkulli. A jeti kështu? A jeti kështu? Po, jam. Jam. Kur e kam një gjë timen, unë do ta kem timen. Ndoshta nuk jam, së di, egoiste, së di. Okej. Shpresoj mos jem egoiste në këtë drejtim. Faleminderit shumë. Flitët është një këngë tjetër. Po, edhe kjo e Ilirit. Se po flasi nuk mërzitem se me fjallë, na shkoj jeta, mua më dhem fjallët që fliten janë të vërteta, janë të vërteta. Kjo është tradhtia e një çifti kur ti ndoshta e di që po tradhton, por gabimi më i madh nganjëherë ndodh që edhe kur din diçka të tillë vazhdon të rrish. Kjo s'është as pak e mirë, do të thoja, por ndodh. E dimshme. Për te tradhtisë, kështu në përgjithësi, për artistët flitet, shkruhet, a ka diçka që është folur për ty dhe të ka dhimbt në një farë mënyre? Nuk ka qenë e vërtet, të ka mërzit? Po tani ndoshta në një gjë që unë se kam parë, ose se kam lexuar, ose s'kam dëgjuar, se di. Por zakonisht për mua nuk është se është shkruar